Kom han që kom ata surpriz. Surpriz kom han. Nana Lull, që shkam? A je mirë? Qysh je? Trupi më ndrejës. Gjishme komi të kohë për dhe kohë për ty, kohë për gjollat për nga për shumë për a këtot kërë në kohë që i ke fa 12 vjetë. Po, 10 vjetë i kom pas 10 vjetë. Që i që kom me Hatice. Amo, që sa je, që shton, që gjendje, që sa je? Që bashkë me kom që më kalon të ura, që 10 vjetë. Apo do me ndurt? Po. Po, a? Së që su me më brekë, për këtu, anë i shë kam me po. Kretëm nuk e di që i kam në të mija. Në jam ka dhejmë që kam me vjetë, të në më ka rogë që i kam gjysë paralize. Gjysë paralize? Po, me paralize kam. Po nëse kom dita shpijen, besë Dhe shpijen e gjonë. Ja, që ta sheti? Ka të përkoj Gjermanie në Amerike. Anë, po këto që e ke fasi stesi, a di. A që edhe, a beson që tash? Gjemër, të kuptoj që janë shtynë, e s'par mu më fëtë një po. Më bëllja ata kom, po më dridhen se Kore erdha dyqy shumë kesh rana si ina këto pash. Sa të bëhet shtëpia jem, keme arë me jetu me mu. Kam arë më të morë, keme jetu me mu. Që tu nuk t'lane ma. Nana Lull, one erdha pak me të vizitu. Thash vit të shof, se e di që pak është rana shpërti edhe për mua rana si qike jotja. Thash vit të vizitaj pak të shof, o më jenë mirë shumë që të pash, ka me ardhë apet. Hajde bëhet, sa kjerën? Ka me ardhë apet, ka me ardhë të vizitu, ka me të pa, kismet për Zotit. Hes ka me shku as java javës, se tash i shpyën e ku mësu e di që është pedi ta shku sakt pedi. Edhe kena mu po, e kena me najt ma shumë, ma gatë. Hajde, faleminderit shumë. Hajde, fërki A bon më të qofë? Bon, fërki sanë vjenë. O, së më të hosha. Faleminderit që që? Ishë më stani, në ba puna. Mirjeta na ka kalzu pak historin, edhe kjo është mërzi, e na kena vendosë me ta prunë surpriz Mirjeta. Faleminderit për ju më shumë. Halil Kastrati na ka qua dhe a i ka premtu që çdo gjë shka t'ki nevojë ti kena më të rregullu edhe ty në shpektë. Përshëndetje! Qysh je? A je mirë? Qëti, qysh je? A je mirë? Që kjo është shumë. Allah i ta shlejë në të mirë. Amen. Hejnë një. A të pëlqej shtëpia? Po, Allah ja se të vlerë në të mirë, kur ka pas mundësi me shpenzuve. Une i jam me kërën të thotë, se dhe kom hekë shumë Allahit. Unë e kohë ko mundë të rehekë që konë. E di këmë pa më gjahë me kejtë që të di. Këra, që du në vjetën janë qështu. Se sulme. Në sulme në kry. Dy sulme në kry. E kanë marrë gjallin i ka pa 15 vjetë. E që kine kam e që ka është në Perezaj, u martu u në hotel. Që kene më thonë vetëm një herë përveç Zotit këtë një falëti, se ty më me thajnë.
Po Allahin nuk më mërë. Unë e kom që më armët pa. Po e di, nga ka dhu. Nga kanë, shka se në me ki, këtë shke në në jo të të në fjallë tone, aja ka ho. Se ja s'ka ho. A u gëzove? Po. Ja, Merita, veç një herë, edhe ato të di dy përri, edhe të shletë 12 me të mirë, që i ke plume. Shpia atë pëlqet, a këna ndajsh mirë? Më në shumë dodi, të shletë aty me të mirë, edhe kus ka mu me shpendu. Hajrez, që sa vjeti je i martu me këllë? Nuk e di. Nuk e di, Allah. Jam që 22 vjetë me to. Okej, djalin që sa ku ja u kanë marrë? Gjallin e kanë marrë, ku e këna pas kushët këqijana. Po. Edhe qikën e gjallë. E qikën e gjallin. Qike djallë? Po. Sa vjeti ka qika? Qikë e ka 22. I ka go me 2 të toste. E djali? Djali 15 vjetë. A peshenin e herë? Me s'ka du dhe në ku ma beke, kërkune s'po ka po e me bagu taksin 100 ati me shku me po djallin. Të redot me që djallin dhe shka. Hajla kman, hajla të rrita. Hajder të. Taksi, kanë qas me bje dhe shka. U kanë bishtin. Po unë e kom një që qaj djallin e kanë bishtin. Ati ku e këshyri. Që s'to kom një, taj ku një përbetsaj. Dhe vëhën e luke, këna nën që e kanë qunë për zatë, u halit pa ka raj me shmynja. Ati nuk e dije. Edhe, vëhën që e kanë qunë për zatë. Ma ata inshallah i rëmë do të kanë me e më shmet, po. Ma i kush ka e dja, e di shka më dhe dja. Bidi sëhe të do këmë shkam. Qka thu sa herë ta ish bukë? Qka thu sa herë ta ish bukë? Allah, më se të vakan. Arse sëri prej këse vajza me burën e pare ka pas në gjendën e ronë, motrë e vla, edhe kanë qenë të në studio, kanë marrë lajmin se përbonë me shpi. Nga rafimi saj, kemi mësu se prej e vogël se ka taku nanën, edhe kemi mundësu, e kemi këshillu, e kemi mësu vlera nanës, edhe ne kanë dëgju karë dhe ka pa nanën. Stafim ka qenë bashkë me të në vizitën e sajtë parë. Pastaj kemi mësu se dhe gjendja nana ku jeton, s'ka qenë e mirë, kemi marrë për sipër dhe është rinovu krejt komplet shtëpia, e sot erdhëm me parë renovimin edhe po i shohim pamjet çdo sen e rej, çdo sen në vendin e vetë. U takova dhe unë për herë të parë me këtë nanë, djale qik tjetër me Regjepit, me Hajrizin, ja u ka marrë shteti në pamundësia për me i rrit ata. Kërkesa nanës me mujtë me pata djalin edhe qikën tjetër që kanë qenë në sas fshatin në Prishtinë. E na dhe të mundohemi të interesohemi, të mundohemi me gjetë kontaktin edhe me gjetë edhe qikën edhe djalin për me e mundësu kësaj nanën me i pa edhe ata. Për të gjallë mund që me kumë bële njëherë potën mund bre. Gjallin tem. Njëherë mund që se keni mundësi të juve. Isha Allah po bohat me gjetë në ku është djalin. Që dhe i kalen humëzitni, dhe të është të ri, halo, të rrita, 15 vjetë. Besjan e kanë. Besjan, e gëzoft. I ka si të vjo. Mashallah. Gjëndë që ka si të tina të nejim. Ma të nej, je bon që shtu, se dhe kone në të vallohi. I ku ka flak të rola, i lysha një të shëza, që dhe që e i dhe dhe. Së kërmolla e më fu. Na këna armi o tha gëzoft që shpijen. Amin, falendet e për juve shumë. Prekse. Inshallah kemi informata dhe mujnë me gjetë djalin edhe qikën. Par me e mundësu kësaj nanës. Ta gjallë për një herë mund. Me gëmë se dhafë me mund që
Kush ka djalë edhe i vetë sa rrezame e gjithë kume. Qashtu është. Zotit e letësoft. Amin. Zotit forcoft e Zotit shëroft. Amin. Na shka këna mujt me bo, këna bo. Faleminderit juve shumë që një mundu. Do të zakres me të mire aty, edhe krejtë që kështu një mundu. E na s'ngelet gjatë tjetër më thonë Zot na falë. Na falë se kërkesat tona s'kanë skej, ankesat tona s'kanë skej. Më njërë Zotë kur më shumë na po vazhdim të familja rasë.